në anën tjetër e kemi përsëri edhe Vučićin që u viktimizua edhe njerë tjetër pas këtij takimi, tha nëse duhet unë do të marrë përgjegjësi, unë do të psoj personalisht për jo Serbia, ndërkohë që ishte një reagim edhe i zonjës ministre në detyrë që tha se thjesht veç duhet ta ndërpres këtë politikën lëdhatuse BE-ja ndaj Serbisë. Deklarimet në mungesë të veprimeve janë shterpe, nuk prodhojnë ndonjë rezultat konkret. Jemi mësuar tashmë prej shumë vitesh, kemi deklarime të shumta nga ana e zyrtarëve evropian, edhe atyre ndërkombëtar, të cilët i kanë krijuar mundësi të shumta Serbisë për të pasur këtë qasje. Vajtimi i presidentit serb në kuptim të vetë sakrificës është çështje e ripërsëritur tashmë, është një lloj sage shumë dëgjuar. Dhe sa herë që ai ka luajtur rolin e viktimës, ka bë për konsumin e brendshëm, natyrisht për të mbajtur qetësinë brenda, le të themi, spektrit politik atje, por që në kuptim të marrëdhënieve ndërkombëtare ajo nuk ka paraqit asnjë efekt konkret për sa i takon ndryshimit të situatës dhe përmirësimit të situatës në raport me Kosovën, sepse fundja kjo na intereson neve dhe përtek kësaj pastaj kalojmë edhe te pjesa e fqinjve, sepse realisht ne mund të themi lirisht që ndjehemi të rrezikuar për të njëjtat veprime të cilat kanë ndodhur në Maltëzi, të cilat mund të përsëriten edhe brenda Kosovës, duke pas parasysh këtë agitacionin e kishës serbe kundrejt shtetit dhe veprimeve të përbashkëta. Pra në këtë kuptim ne duhet natyrisht si politikë e Kosovës, si institucione qendrore, duhet të ishim të vëmendshëm të lexonim mirë të gjitha, jo vetëm deklarimet, por edhe veprimet e tij dhe natyrisht për t'u adresuar në adresat e duhura, por për te kësaj ne duhet që të kemi një, le të themi, një bashkëdyzim veprimesh edhe mbrojtëse, edhe sulmuese në kuptimin e stopimit të veprimeve të Vučićit kundrejt Kosovës. Nuk duhet të harruar një gjë që është shumë e rëndësishme të theksohet, që në asnjë rast që nga fillimi i këtij procesi të dialogimit, pra që nga marsi 2011-s, zyrtarët evropian, por edhe ata ndërkombëtar nuk i kanë kërkuar asnjëherë Vučićit të ndryshoj kushtetutën që cilën e ka në fuqi. Dhe në preambull të kushtetutës të saj, ajo ka Kosovën si pjesë përbërëse integrale të Serbisë. Pra nëse lexohet saktësisht pretendimi i qeverisë serbe dhe presidentit serb në këtë rast, është saktësisht çfarë kanë të shkruar ata në kushtetutën e tyre. Pastaj çudia mbetet tek pjesa e evropianëve dhe ndërkombëtarëve, të cilët nuk kanë insistuar që ta bëjnë të mundur një ndryshim të tillë për të njohur një subjektivitet tjetër i cili quhet Kosova Republik. Pra këtu kemi një mëri ngecjesh nga ana e evropianëve dhe ndërkombëtarëve, prandaj të gjitha veprimet e Vučićit për ne nuk do duhet të ishin të çuditshme, por natyrisht kjo shkakton një, le të themi, një kokçarje të vazhdueshme përkundër vullnetit ton shumë sublim për të vazhduar këtë proces dialogimi. Po, të falenderoj shumë që ishe pjesë e